Masakra e Gjonomadhit në Korç rikthehet sërish në vëmendje, por këtë herë jo mbi vrasjen e 4 fishë të Bashkim Latollarit, por për fatin e 2 fëmijëve të mitur të Belimon dhe Daniela Meçollarit, të cilët mbetën viktima nga ekzekutimi makabër me armë zjarri. Me vdekjen e prindërve, 2 fëmijë të moshës 4 dhe 6 vjeç kanë mbetur pa përkujdesje, duke mos përjashtuar edhe gjendjen e tyre psikologjike mjaft të rënduar, për shkak të mungesës së prindërve, të cilët ata i kërkojnë shpesh herë. Kujdestaria është kërkuar nga nëna e Danielës, Vaibe Brahollari. Të Danielës ka marrë unë, edhe do t'i mbaj unë. Shteti kam, po vetëm kështu për të më ndihmoj shteti për të ardhur. Ka vdekur i shoqja, edhe çupat po nuk i mbajnë se kanë fëmijën e tyre, edhe unë u ura krah fëmijëve. Mirë janë kështu ata, po që duan mbajtur, të ardhur s'kanë, çfarë? Pas gjë si ka lënë i ati. Sipas avokates së çështjes, kërkesa e gjyshes së të miturve është konform ligjeve në fuqi. Atëherë, sapo përfunduam seancën përgatitore të çështjes ku kërkohet caktimi i kujdestarisë nga gjyshja e fëmijëve, dhe kjo është plotësisht e mundur nga ana ligjore, sepse në bazë të kodit familjes, ku gjyshja e fëmijëve është 61 vjeç, pra në këtë moment ajo është në gjendje dhe fizike dhe mendore për të pasur kujdestarinë e këtyre fëmijëve, atëherë ky është kriteri kryesor që mund të pranohet caktimi i kujdestarisë për mbajtjen e këtyre 2 fëmijëve të mitur, të cilët tashmë janë paprindër. Në pikpamje sociale, siç mora vesh para seancës së gjyqit, kanë vështirësi ekonomike dhe për këtë kërkohet mbështetje e të gjitha strukturave për t'i mbështetur këta fëmijë në vazhdim. Tashmë e vetmja pengesë për Vaibe Brahollarin mbetet miratimi nga ana e babait të Belimonit për marrjen e kujdestarisë së fëmijëve.